Anëtari kryesisë së listës sërbe Igor Simić ju përgjigj sot thirrjes së prokurorisë dhe dha deklaratë si pandehur në procedurën e cila sikurse tha ka lidhje me falsifikimin e supozuar të dokumentacioneve. Pas seancës dëgjimore, Simić tha se gjithçka që bëri si drejtori i fondit të pensioneve ishte në përputhje me ligjin dhe në interes të qytetarëve. Pyetes se cilat janë pritshmëritë e tij nga procedurat e mëtejshme, Simić tha se dëgjesa e sotme ishte korekte por vuri në dukje raportin e sistemit gjyqësor të Kosovës ndaj serbëve, sikurse tha, duhet të vërtetojnë se janë të pafajshëm. Kryekomunari zveçani Dragisha Milović u takua sot me përfaqësues të kompanisë Trepçaveri dhe pronarët e lokaleve në qendër të Zveçanit, pasi Trepça Jugo dje vendosi njoftime duke u bërë thirrje pronarëve të lokaleve të largohen nga objekte për të cilat pretendon se janë në pronësi të saj. Milović pas takimit tha se njoftimi ishte postuar vetëm në Shqip dhe shkaktoi ankth te pronarët e lokaleve dhe qytetarët. Ai tha se drejtori dhe bashkëpunëtorët e Trepçaveri nuk janë njohur me aksionin e vendosjes së njoftimeve nëpër lokale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se shpina e Nenad Rashkovicit është fytyra e Albin Kurtit dhe tha se Kurti kur nuk ka qenë interesuar për dialog, duke shtuar se nuk ka koment për hipokrizinë e Europës dhe të gjithë të tjerëve që nuk reaguan ndaj rrahjes së Rashkovicit. Këshilltari i presidentit të Serbisë për çështje rajonale Miloš Vučević vlerësoi se sulmi ndaj Nenad Rashkovicit në fshatin Dren pranë Zubin Potokut nuk ishte incident i izoluar, por pjesë, sikurse tha, e politikës së presionit dhe dhunës së vazhdueshme ndaj serbëve të Kosovës. Nënkryetari i listës sërbe Dalibor Jeftić tha se serbët në Kosovë po rihen dhe ajo çka i ndodhi Nenad Rashkovicit është imazhi i jetës së tyre në Kosovë. Ai paralajmëroi se ajo çka shkruhet në raportet zyrtare rreth situatës së sigurisë në Kosovë është plotësisht e ndryshme nga realiteti në terren. Me meshën përkujtimore në kishte më pas në varet e fëmijëve të vrarë Ivan Jovović dhe Panta Dakić në Gorazhdevc është kremtuar 23 vjetori i krimit ndaj fëmijëve serb në Lumin Bistric. Meshën e shërbeu Peshkopi Ilarion, i cili tha se mund të thuhet se tani jemi 23 vite më afër takimit me Ivanin dhe Panton. Peshkopi apeloi tek banorët vendas që të qëndrojnë në tokat e tyre stërgjyshore dhe të ruajnë pronat e tyre. Ndihmës drejtori i zyrës për Kosovë Metohi Borislav Tajić theksoi se të shtënat tek Ivani dhe Panta dhe fëmijëve të tjerë në zonën e Bistricës ishin të shtëna në gjën më të shtrenjtë që kemi dhe se Serbia për herë do të jetë e përkushtuar për të procesuar krimin në Gorazhdevc dhe në vende të tjera, me dëshirën që të gjitha viktimat të marrin vendin e merituar, familjet të vërtetën për të vrarët e tyre, ndërsa autorët të marrin dëshkimin e merituar. Kryenegociatori i Kosovës me Unionin Evropian Jeton Zulfaj tha se Kosova ka argumente të forta për marrjen e statusit kandidat për antarësi në BE dhe hapjen sa më shpejt të negociatave për antarësim. Kosova është demokraci dinamike me ekonomi stabile dhe në rritje, në tërësi e parafuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s dhe partner proaktiv dhe i besueshëm i Unionit Evropian, tha Zulfaj. Sipas fjalëve të tij, progresi i Kosovës drejt BE-s forcon institucionet demokratike dhe kontribuon tek paqja, siguria dhe perspektivën demokratike të mbarajonit. Partia Demokratike e Kosovës kërkoi që seanca konstituese e Kuventit të Kosovës të vazhdojë të premte në 14 gushtit në orën 11. Deputetët të dorëzuan kërkesën te kryetari i seancës Avni Dehari dhe bënën thirrje, sikurse tha deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Përparin Gruda, lideri i televizijës vendvendosje dhe kryeministrit në mandatin teknik Albin Kurti, që t'i lejojë deputetit më të vjetër të thrasë seancën. Gruda tha se ndonse afati për konstituimin e kuvendit ka skaduar, ata si deputetë zgjedhur kanë detyrimin ta bëjnë kuvendin funksional dhe pas skadimit të afatit 30 ditor, sepse mos respektimi i tij nuk çon në shpërndarjen e kuvendit. Edhe mëngjesi nesër do të jetë moti kthjellët dhe i freskët me diell dhe i ngrohtë. Era do të jetë e dobët në lindje dhe verilindje, në zonën e Koshavës do të jetë më fort në juglindje dhe e fortë në jug të Banatit. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 10 deri në 18 gradë Celsius. Temperatura maksimale ditore do të jetë nga 29 deri në 33 gradë Celsius. Ditët në vijim do të jenë sërish me diell dhe shumë të ngrohta.
Temperatura maksimale të dielën do të jetë mbi 35 gradë Celsius.